Në vitet 80, kur gjithçka kërkonte përkushtim dhe pasion, Polikron Londo hodhi hapat e parë në profesionin që do bëhej më vonë pjesë e identitetit të tij si pasigjer. Me ndryshimet që sollën vitet e demokracisë, sfidat ishin të shumta. Fillimisht nuk ishte e lehtë. Me pajisje të thjeshta shtëpiake dhe me shumë dëshirë për të mësuar, Polikroni mori pjesë në seminare dhe trajnime, duke përvetësuar teknika të reja dhe duke krijuar një ndërthurje mes traditës dhe modernës. Fillesat e mia kanë qenë në vitet 80, në një sistem që nuk kishte shumë gjëra, po kishte një rregull, kishte një disiplinë, kishte diçka të organizuar nga vetë shteti. Këtu dhe filloi dhe ajo fillesa ime e rinis me ato ëndrat për një pasticëri. Doja që diçka të jepja qytetit të përmetit. Kjo ka qenë fillesa e parë dhe fillimisht kam filluar si barist në qytetin e përmetit, duke dhënë njerëzve atë në mëngjes, atë aromën e kafes, atë freskinë dhe për të nisur një ditë të suksesshme në punët e tyre. Fillimet e mia ishin për filluar me lidhje me njerëzit, kontaktit me njerëzit. Kontaktit ishte gjë më kryesore dhe mënyra e sjelljes me klientin. Në ato vite ne krijuam një deg turizmi në përmet, ku unë isha një nga të parat e fillimit të turizmit në përmet, ku aktivizuam shumë gjëra. Aktivizuam ëmbëlsirat tradicionale, aktivizuam kafenë e mirë që fut në atë kohë, atje ku njerëzit hynin në lokal dhe dilnin me një kënaqësi të madhe me atë aromën e ëmbëlsirës dhe aromën e kafes. Kjo ishte diçka e organizuar në ato vitet që çdo gjë që e organizuar me çlirimin e ardhjes së demokracisë. Gjithçka u liberalizua, gjithçka ishte e lirë, gjithçka ishte dëshirë dhe pasioni që do të tregonim neve më vonë. Dhe e filluam një punë si pasicjer. Kemi filluar me makineri shtëpiake, me pasionin e gruas që kishte atë pasion në ëmbëlsirën, pavarësisht se s'kishte punuar, por e kishte pasionin dhe me ndihmën time ju futëm kësaj pune atje. Filluam me vështirësi të mëdha. Tregu nuk e njifte dhe shumë ëmbëlsira. Nuk i njifte domethënë atë terren po hynte ëmbëlsirat evropiane, ëmbëlsirat franceze, ëmbëlsirat italiane, atje. Kjo ishte një punë që ne e kërkonim. E kërkonim me insistim për të mësuar dhe për të futur gjëra të reja. Pasi tradicionale ne kishim si traditë në familjet tona dhe këtë gjë e kishim si garanci dhe mbrojtje për të filluar punën. Dhe menjëherë filluam dhe ndoqëm shumë seminare të pasicërisë, më shumë për modernën, për të mësuar dhe të agreshtuar me tradicionale. Kjo ka qenë fillimi. Ëmbëlsira është shumë delikate. Ëmbëlsira nuk bëhet vetëm me receta, ëmbëlsira bëhet me zemër, bëhet me pasion, bëhet me dashuri. Këto janë ato që do të bësh për ëmbëlsirën, se receta është thjesht një numër. Dhe djalit tim i them, njihu me tradicionalen, respektoje tradicionalen. Ajo është baza për të vazhduar më tej, për të vazhduar në modernën, më të përparuarën, po duke njohur tradicionalen, mbështetesh mbi tabanin e një gjëje. Dhe ky ka qenë tabani i pasicërisë, mbështetjen tradicionale. Dhe unë formulat që kam patur në familje, llokumen e bajant, llokumen e brumt, llokumen me sheqer të kokur që është me arra, këto gjëra unë i kam marrë nga familja dhe këto gjëra unë i kam mbajtur shumë fort atje dhe i tregtoj shumë fort në pasicëri dhe kam patur sukses. Me kalimin e viteve, puna e tij u kthye në një pikë referimi për shumë dashamirës të ëmbëlsirave tradicionale. Janë të shumta ata që rikthehen edhe sot për të njëjta shije që i ka shoqëruar ndër vite. Është gjë e bukur, shumë e bukur pasicëria kur jep atë kënaqësinë atyre fëmijëve, ata akullorën tradicionale, ato ëmbëlsira tradicionale, kur ata kanë ardhur me atë kënaqësinë dhe ëndrrën e tyre që çdo fëmijë, çdo atje e ka pasion për të ngrënë diçka tradicionale në pasicëri. Dhe sot unë e ndjej një kënaqësi shumë të madhe ku ata që kanë qenë fëmijë dikur, sot vi me fëmijët e tyre në pasicëri dhe kjo është kënaqësia më e madhe që ndjej. Kur shikoj që edhe ata i japin një akullore tradicionale që kemi ne, kemi baklavan, kemi kadaifin, kemi dhe llokumen e trëndafilit që është zemra dhe shpirti përmetarit. Atje llokume me ujë trëndafili. Ktu ka qenë ajo zanafilla që unë i kam dhënë më shumë hovë punës, ku ndjeja këtë kënaqësinë e ardhjes së njerëzve për së dyti, për së treti në pasicëri. Fëmijët e ndjejnë më shumë nga të rriturit atë terren, e kënaqësinë. Dhe unë si matës, gjithnjë kur fut diçka të re, këto modernet,
e testojnë fëmijët dhe fëmijët të japin atë si laborator, domethënë të japin atë që duhet të jetë, domethënë kjo ëmbëlsi që ka këtë të mirë atje dhe vërtet janë laborator për mua fëmijët. Aty testoj çdo gjë. Por për te profesionit një vend të veçantë zë dhe familja. Për Polychron London, të punosh me familjarët dhe të afërmit është një përvojë e bukur që kërkon përkushtim dhe sakrificë. Ka sfida shumë e madhe të punosh si familje, është që e këndshme të punosh, po ka dhe ato vështirësitë e saj. Në kohë që kam filluar, kisha vajzën të vogël. Dhe vajza ime thoshte një shprehje. Ditët e vitit 3, datën 1 dhe 2 ne e bënim pushim dhe thoshte vetëm në datën 1 dhe 2 unë shoh familjen time në shtëpi. Ne punonim shumë, kemi punuar mbi 16 orë. Kemi dhënë maksimumin e punës për të arritur në këtë ditë që jemi sot. Por pa një sakrificë, pa një punë të vazhdueshme dhe punë të sforcuar, nuk mund të arrish suksesin. Afërsisht tu jemi vetëm familjarë, të gjithë familjarë, njerëz të afërt të mi, domethënë, motra e gruas, edhe njerëz të tjerë domethënë që janë të afërt. Nuk kemi domethënë shumë fuqi punëtore, pasi jemi munduar gjithkohon ta kryejmë vetë punën, ta mbulojmë vetë me orar të zgjatura dhe kjo na ka dhënë suksesin që punës ne i kemi qëndruar në koka, nuk e kemi lënë punën atje, e kemi bërë me pasion, me dëshirë, me vullnet, për të arritur diçka që të jetë sa më shijshme për qytetin, për përmetin të japim një diçka, një shije dhe një ëmbëlsirë të veçantë që ka vetë qyteti jonë. Kënaqësia më e madhe si prind është që të shoh se tradita vazhdon. Djali i tij ka zgjedhur të ndjekë të njëjtën rrugë, duke mbajtur gjallë një pasion që ka nisur dekada më parë. Djalit me fillimet e tija e kam fut që të vogël në këtë punë dhe i kam mësuar vetëm 2 gjëra. Të ketë dëshirën për punë, të ketë pasionin dhe ta dashuroj këtë profesion që ai nesër të jap diçka sa më të shijshme në klienti. Dhe kjo do jetë kënaqësia e tij nesër më vonë punën e tij që do bëj. Dhe këtë djalit tim pak a shumë po e ndjek. Në këtë aspekt ka punuar, bëri shkollën e lartë, pas shkollës lartë i hapa një pasticeri në Tiranë, atje për ta ingranuar punën e pasticerive, punoi një 2 vjet atje, filloi të njihesh mirë me aftësi me punën i pavarur nga unë, se kjo ishte kryesore, që ai mësoi pavarësinë e punës, dhe pastaj tha, unë mi suksesshëm do jem aty te ty, tha se sa këtu në Tiranë. Ose hajde ti në Tiranë, o të vim ne. Qyteti imi i Përmetit është zemra dhe unë i thash, hajde në Përmet. Ti japim atë Përmetit diçka të mirë, ëmbëlsira tradicionale përmetare. Sot, pas shumë vitesh, Polychron London ndihet i plotësuar. Tradita që ai ndërtoi me mund dhe përkushtim vazhdon të jetojë, jo vetëm në shije që sjell çdo ditë, por edhe në duart e brezit të ri të familjes së tij.